Zanafilla, kapitulli 19. Për të dy ëngjëjt arritën në mbrëmjen e Sodom, ndërsa Loti ishte ulur te porta e Sodomës. Sa i pa, ai u ngrit më këmbë për të dalë përpara dhe ushtri me fytyrë në tokë. Dhe tha: "Zotërinjtë e mi, ju lutem, hyni në shtëpinë e shërbëtorit tuaj, kaloni aty natën dhe lani këmbët, pastaj nesër në mëngjes mund të çoheni shpejt dhe të vazhdoni udhën tuaj." Ata u përgjigjën: "Jo, do ta kalojmë natën në shesh." Por ai nguli këmbë aq shumë sa edhe ata erdhën tek ai dhe hyrën në shtëpinë e tij. Ai u përgatiti një banket dhe poqi bukë pa tharmë, dhe ata hëngrën. Por para se të shkonin në shtrat, njerëzit e qytetit, njerëzit e Sodomës, rrethuan shtëpinë, ishin të rinj e pleq, tërë popullsia e mbledhur nga çdo anë. Thirrën Lotin dhe i thanë: "Ku janë njerëzit që erdhën te ti sonte? Na i nxjerr jashtë që mund t'i njohim." Loti doli drejt atyre para portës së shtëpisë, e mbylli portën pas tij dhe tha: "O vëllezër të mi, mos u sillni kaq keq. Dëgjoni, un kam 2 vajza që nuk kanë njohur burr. Prandaj më lini që t'i nxjerr jashtë dhe bëni ç'të doni me to, por mos u bëni asgjë këtyre burrave, sepse janë në mbrojtjen e shtëpisë time." Por ata i thanë: "Shko tutje." Pastaj vazhduan: "Ky erdhi këtu si i huaj dhe dëshiron të bëhet gjykatës. Tani do të sillemi më keq me ty se sa me ata." Dhe duke e shtyr Lotin me dhunë, u afruan për të shpërthyer derën. Por ata njerëz zgjatën duart e tyre dhe tërhoqën Lotin brenda shtëpisë bashkë me ta dhe mbyllën derën. Goditën verbërisht njerëzin që ishin te dera e shtëpisë, nga më i vogli deri tek më i madhi, kështu që u lodhen në orvatjen për të gjetur derën. Atëherë ata njerëz i thanë Lotit: "Kë ke tjetër këtu? Nxjerr nga ky vend dhëndurët e tu, bijtë dhe bijat e tua, dhe cilindo që ke në qytet, sepse ne po bëhemi gati ta shkatrojmë këtë vend, sepse britma e banorëve të tij është shumë e madhe përpara Zotit, dhe Zoti na dërgoi për ta shkatruar." Atëherë Loti doli e u foli dhëndurëve të tij që ishin martuar me bijat e tij dhe tha: "Çohuni, largohuni nga ky vend, sepse Zoti do ta shkatrojë qytetin." Por dhëndurët e tij patën përshtypjen se ai po bënte shaka. Sa doli agimi, ëngjëjt e nxitën Lotin duke thënë: "Çohu, merr gruan dhe bijat e tua që gjenden këtu, që ti të mos vdesësh në dënimin e këtij qyteti." Duke qenë se ai po nguronte, ata njerëz e morën për dorë atë, të shoqen dhe 2 bijat e tij, sepse Zoti i kishte ardhur mëshirë për të. E nxorrën jashtë dhe i shpëtuan jetën duke e çuar jashtë qytetit. Ndërsa po e çonin jashtë, njëri prej tyre tha: "Ik shpejt për të shpëtuar jetën tënde. Mos shiko prapa e mos u ndal në asnjë vend të fushës. Shpëto në mal që të mos vdesësh." Por Loti ju përgjigj atyre: "Jo, zoti im. Ja, shërbëtori yt gjeti hir para syve të tu, dhe ti u tregove shpirtmadh ndaj meje, duke më shpëtuar jetën, por unë nuk do të mund të arrij malin para se të më zër fatkeqësia dhe unë të vdes. Ja, ky qytet është mjaft i afërt për të arritur dhe është i vogël. Më lër pra të iki shpejt aty. A nuk është i vogël? Dhe kështu do të shpëtoj jetën." Ëngjëlli i tha: "Unë po ta plotësoj edhe këtë kërkesë, të mos shkatroj qytetin për të cilin fole. Shpejto, ik atje, sepse unë nuk mund të bëj asgjë para se ti të arrish atje." Për këtë arsye, ky qytet u quajt Coar. Dielli po ngrihej mbi tokë kur Loti arriti në Coar. Atëherë Zoti bëri që nga qielli të binte squfur dhe zjarr mbi Sodomën dhe Gomorën nga ana e Zotit. Kështu ai shkatroi këto qytete, tërë fushën, tërë banorët e qytetit e gjithçka mbinte mbi tokën. Por gruaja e Lotit solli kryet për të shikuar prapa dhe u bë një statuj prej kripe. Abrahami u ngrit herët në mëngjes dhe shkoi në vendin ku kishte qëndruar para Zotit. Pastaj drejtoi shikimin nga Sodoma dhe Gomora, si dhe nga tërë krahina e fushës, dhe kështu pa një tym që ngrihej nga toka, si tymi i një furre. Kështu ndodhi që kur Perëndia shkatroi qytetin e fushës, Perëndis ju kujtua Abrahami dhe e largoi Lotin nga gjëma kur shkatërroi qytetet ku Loti kishte banuar. Pastaj Loti doli nga Coari dhe shkoi të banojë në mal bashkë me 2 bijat e tij, sepse kishte frikë të qëndronte në Coar, dhe u vendos në një shpellë bashkë me 2 bijat e tij. Më e madhja i tha më të voglës: "Babai ynë është plak,
dhe nuk ka asnjë burr në vend që mund bashkohet me ne. Ashtu si që ndodh mbi të gjithë tokën. Ja t'i japim verë babait ton e të shtrihemi bashkë me të, kështu do të mund t'i sigurojmë pasardhës babait ton. Kështu po atë natë i dhan verë babait të tyre, dhe më e madhja u shtri bashkë me të atin, por ai nuk u kujtua as kur ajo u shtri me të e as kur u ngrit. Të nesërmen, vajza më e madhe i tha më të voglës: "Ja natën e kaluar, unë rash në shtrat bashkë me babain tim. Le të bëjmë që ai të pi verë edhe sonte. Pastaj ti futu dhe shtrihu me të, që të mund t'i sigurojmë pasardhës babait ton." Edhe atë natë i dhan verë babait të tyre dhe më e vogla shkoi të shtrihet bashkë me të, dhe ai nuk u kujtua as kur u shtri e as kur u ngrit. Kështu dy bijat e Lotit u ngjizën nga babai i tyre. Më e madhja lindi një djalë, të cilit ia vuri emrin Moab. Ky është babai i Moabitëve, që ekzistojnë deri në ditët tona. Dhe më e vogla lindi një djalë, të cilit ia vuri emrin Ben Ami. Ky është babai i Amonitëve, që ekzistojnë deri në ditët tona.